Emisioni Veting në News 24 ka investiguar disa prej tenderave të prokuruara nga QSUT, duke zbuluar abuzime dhe shkelje në miliona lek për blerje aparaturash, por sërish pacientëve nuk u është ofruar shërbimi. Rënia e zjarrit në urgjencën e QSUT-s në shkurt të 2024-s, disa muaj pas si kishin përfunduar punimet, dhe nisja e hetimeve nga ana e prokurorisë, nxori në pa një sër shkeljesh që ishin bërë gjatë ndërtimit me vlerë 18 milion euro, financimi i Këshillit të Europës dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas Birn, godina e urgjencës u vendos në punë edhe pse QSUT-ja nuk e kishte marrë atë plotësisht në dorëzim nga kompania ndërtuese. Ndonse ishte ende brenda periudhës së garancisë, QSUT kontraktoi një kompani të dytë private për të kryer punime pas rënies së zjarrit, me një kosto shtesë prej 27.7 milion lekësh ose 277.000 euro. Kjo procedurë është shënuar me flamur të kuq nga prokurimet, sepse kufizon konkurrencën midis kompanive dhe ka indicje për korrupsion dhe favorizim. Tenderi u fitua nga kompania Agicons në pronësi të Gentian Sulës, e cila kishte punuar në ndërtimin e spitalit si kompanie nënkontraktuar nga Finso Albania për godinën e mjekësisë A1 dhe godinën e spitalit qendror dhe urgjencën A2. Investimi kushtoi 7.3 milion euro dhe ka shërbyer për disa vite edhe për pritjen e urgjencave. Të dhënat e siguruara nga Veting zbulojnë se Agicons ka siguruar të ardhurat nga projekti i spitalit qendror dhe urgjencës A2 si nënkontraktor, pothuajse sa kontrata që ka përfituar kompania italiane me vlerë 11.9 milion euro. Sipas Dr. Ilir Ali Mehmetit, shumica dërmuese e problemeve që ka sistemi shëndetësor është pasojë e nën financimit të spitaleve publike dhe abuzimi me këto pak fonde. Ne nuk kemi një metodë për të vendosur një vlerësim shërbimit spitalor dhe si rrjedhoj për të kuptuar se çfarë ka nevojë për të përshtatë dhe çfarë ka nevojë për të përmirësuar dhe çfarë ka nevojë për të investuar. Nga informacionet e siguruara nga Veting, kompania italiane ka deklaruar se një nga rrisjet e realizimit të projektit është fakti se puna mund të mbetet e paplot për shkak të mungesës së fondeve. Sipas të dhënave nga thesari Spending.al, shteti ka paguar 454.000 euro kompanisë italiane për një marrëveshje me zgjidhje dhe mirëkuptim. Veting zbulon edhe një tjetër skandal në godinën e vjetër të djegje plastikës në QSUT, ku është funksionale vetëm një sallë. 11 vite më parë në spitalin e djegje plastikës, ku kryeshin në atë kohë 1000 ndërhyrje, u bë një investim në infrastrukturë për të ndihmuar pacientët në trajtim, duke përfshirë dhe ata me djegje në shkallë të lartë. Ish ministri Beqaj dhe ish drejtoresha e QSUT-s Manastir Liu deklaruan atë kohë se për pacientët shqiptar u rrit siguria dhe do të ofrojë një shërbim sipas standardeve europiane. Për këtë projekt, Komisioni Europian i dha Shqipërisë 1 milion euro, por sot muret e spitalit janë të dëmtuara nga lagështira, që për vite me radhë i ka gryer, duke lënë sipërfaqe shenjat, ndërkohë që mungesa e kushteve higjienike është një problem serioz dhe pacientët rrezikojnë të marrin infeksione. Nga verifikimet e Veting rezulton se numri i dhomave është i pamjaftueshëm për të përballuar rastet e qytetarëve që kanë nevojë për trajtim disa ditor. Kjo i detyron mjekët që t'u japin pacientëve fletëdalje para kohe, ndërsa këta të fundit vijojnë mjekimin në spitalet private kundrejt tarifave të larta. Po ashtu rezulton se në spitalin e djegje plastikës pacientët nuk kanë çarçaf. Sipas auditit, kompania e lavanderisë që kujdeset për higjienën e ndresave është e i paguar nga QSUT për këtë shërbim 11 milion lekë ose 110.000 euro më shumë në shkelje të ligjit të prokurimit publik.